Përshëndetje, si çdo të shtunë, edhe sot jemi mbledhur me të gjithë familjen tonë edhe do bëjmë një drekë shumë të thjeshtë. Do përgatisim makaronja me kima ose alla bolognese që i thonë italianët, me kërkurdha. Njëkohësisht do bëjmë një sallatë me ullim, lindja të kopshtit tonë, edhe tani për ta pasur sa më të lehtë të ngrënit, mund t'na heq edhe bërthanat. Këto mos lodhen para të heqin bërthanat. Njëkohësisht kemi mbledhur në kopsht majdanozin tonë, kemi limonin e kopshtit, portokallin që do bëjmë sallatën. Qepët i kemi blerë. Piper, limon, kri i kemi blerë, nuk i kemi prodhur me. Do vazhdojmë më poshtë se çfarë do gatuajmë sot. Kjo është si fillim. Falenderoj nga zemra. Gabërdisim mishin, pare, pastaj edhim qepën. Me qënë se i kemi vendosur në dy enë të ndryshme, se bëhet edhe mish edhe qepën dhe i bashkojmë bashkë. Piperin, kripën, ligonin, do t'i marrë tani të vendos. Një herë me sy, mas me lukë, që është e moshe. Dhe pasaj do t'i bashkojmë të gjitha bashkë. Për sa kohë të zihet mishi, ne do përgatisim kërkurdhat, do t'i fusim në një tjetër të gatuajmë, edhe në fund fare do bashkohen të gjitha bashkë. Po, njëkohësisht duke bërë këto, kemi edhe ca gjëra të tjera për të bërë, që duhen bërë edhe këto të tjerat, sepse kur vjen momenti pastaj s'kemi gjalp. Edhe neve gjalpin e përgatisim lehtë. Kemi zirë qumshin, i mbledhim në ndyrën, siç e shikoni. E fusim në enën këtu, ta mbajmë në ngrirje. Si që thamë, për arsye e kohe, i bëm të dyja në një kohë edhe mishin dhe qepën, që mos vonohemi. Tash mishi është bërë gati edhe e bashkojmë me qepën, që është zbutur nga anë tjetër. Vendojmë që të gatuar. Bashkojmë me qepën. Po do ta shikoj, në rast se do nevojitet më shumë,
se një koqeve të përën, ushqimi i gatuajnë. Si që shikoni, tani i vjen rava maros të domatës, që ne kemi prodhuar vetë këta, para ca kohësh. Dhe do të vjedhim edhe domatën. Shikoni se çfarë ngjyre ka, sa e freskët është. Çdo gjë unë e bëj me sy. Është çështje përvoje. Me urinë, që çdo njeri e bën, nuk është ndonjë gjë e vështirë. Thjesht unë përdor një sekret që përdorte nëna ime, që e fuste qepën në ujë, që qepën mos të djegi. Edhe e linte pak në ujë qepën, që kur ta hedhim në ujë, mos ta djegi fare. Edhe e lëm pak në ujë. Për sa kohë qepa që në ujë, neve do t'i grim portokallin, si që thamë, portokallin e kopshtit. E kam vendosur me gjithë lëkurën se nga që sa po është këputur, edhe dikujt i pëlqen, si pëlqen. Do e qëroj. Dekoret edhe gjërat ja bën secili vetë sipas dëshirës. Në shtëpitë e tyre. Është një gjë kështu çfarë. Besoj që i niku që thamë djegja. Edhe vendosim sipër. E kush vendos qepën sipër, dhe kush vendos portokallin sipër, gjithmonë edhe rigor dhe thuja, pastaj po shtetoni edhe majdanos, si që thash edhe majdanosi është. Atëhere, si që tham, i grim këpurdhat, i kaloj tigani që kemi vendosur këtu, i hedhim edhe vajin e ullërit, si që kemi thënë vajnë e ullërit nuk e kursenë. Kërësisht të hedhim edhe piperin. Piper do hedhim edhe këtu. Që do grim edhe këpurdhat të fusim brënda, bashkë me këpurdhat. Majdanozi është i kopshtit që hodhëm. Tash njëkohësisht përgatisim edhe djathtin e parë, e presim me copa, kubik, stërgjaq, si të dojë secili. Tini që copat majme që mos ndahen thërime. Është djath feta. Edhe sipër përfundon me vajin e ullirit, që Zoti e shtoft, që është jetë gjatësi. Kush përdor vaj ulliri, jeton më gjatë, thonin në Kret. Na bëftë mirë. Ja dhe kërkurdhat, që u dukte tigani që ishte plot jasa ngelen, si që thamë dhe më parë që ngelen një dorë. Duhet gatuar dhe pak, që kërkurdhat i bashkojmë pastaj me mishin e grirë që është bërë. Thjesht e lëmë në zjarë të ngadalt që të bëhet bashkimi i tyre.
salca jemi në pjesën përfundimtare që do bashkohen këpurna me mishin e grirë. Siç e shikoni. Dhe tani jemi në pjesën e fundit të gatimit tonë, salcës, që të bashkojmë këpurnat me mishin e grirë, siç e shikoni. Kjo është faza përfundimtare e salcës. Pra tani kjo është salca se siç e shihni dhe vetë, salca alla bolognese me këpurna. Kjo është faza përfundimtare që i ka të gjitha brenda. Ne tani do bëjmë gati ujin për makaronat që bëhen shumë shpejt. Po i hedhim edhe kripën ujit të makaronave. Makaronat të gati. Atëherë, linguini u zi për 13 minuta. Unë e kam lënë 12 minuta sepse ka nxehtësinë e vet. Edhe e marrim siç është, e kullojmë. E kullojmë, njëkohësisht e vendosim në zjarr. Ku do hedhim gjalpin. Të shkrihet gjalpi, do ta hedhim brenda makaronin. Tani e kullojmë dhe i kalojmë në yndyrë. Nxjerrim në pjatë. Hedhim majdanozën e freskët siç thamë. Edhe kështu. E kalojmë dhe djathjen e grirë. Dhe ju bëftë mirë. Ata është gati. Unë gjithmonë i hedh krudën çik vaj dhe sipër makaronave që të bëhen akoma dhe më të shijshme. Ndërsa sot për ëmbëlsirë nuk kemi bërë ëmbëlsirë, por përdorim frutat e kopshtit tonë, prodhimin tonë që e kemi bërë komposto. Ta nxjerrim këtu, ta nxjerr të gjithë këtu se ne jemi shumë vetë. Kështu që neve duam 2 kavanoza, gjithsesi kjo është sa ku t'ja shpjeguar ato të llojeve. Atëherë, ju uroj një të shtunë të këndshme, edhe një drekë të shijshme dhe të bukur. Faleminderit.